Në studio veçmë ka mbërritur deputeti Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, Fatmir Bytyqi. Zoti Bytyqi, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se ju gjeti, faleminderit për ftesë. Zhvillime ka shumë, po do mundohemi një nga një t'i trajtojmë, janë pagat e zyrtarëve, është paga minimale, është kthimi i grupit dhe arresti shtëpiak, dhe është ky momenti i fundit pak më parë që rritet grupi parlamentar i Vlenit me deputet dhe mosmarrveshjet në ashën e fetajit në një farë forme, apo pakënaqësitë e një grupi për qëndrimet e fetajit për shkrirjen e Vlenit në parti. Në LSDM si keni punët? Keni kështu zhvillimesh? Jo, ka diskutime, si gjithmonë, si një prej partive më demokratike në vend, ka diskutime të mbrëmshme për çështje që kanë të bëjnë me politikët social-demokrate, kurse grupi parlamentar dhe gjithçka tjetër është kompakte. Nuk kemi diskutime të tilla, sepse mendojmë se vetëm kohezioni brenda grupit parlamentar dhe kohezioni në parti mund të sjellë rikthimin e kësaj partie në pushtet. Pam që deputeti tani i pavarur Ilir Demiri, i cili u shkëput nga Sela, ishte zbashku në iftar me zyrtarët e Vlenit e ashës së Vlenit në krahu që ishte deri dje i fetajit, që do të thotë se është më së qartë se ai do të bëhet pjesë e grupit parlamentar. Bytyqi do të vazhdojë të qëndrojë në LSDM apo mund të pozicionohet diku tjetër? Nuk e di nëse prezenca e zotrit Demirit në një iftar që po bëhen tradicionale për të marrë pjesë do të thotë kalim tek Po sa Liu tha që është në shtëpinë e tij. Tek Vleni. Shive, ne si deputet jemi në shtëpinë e gjithë secilit, sepse jemi të zgjedhurit e popullit. Edhe mund të gjindem në një rreth të partive të ndryshme ose përfaqësuesve të partive të ndryshme si zgjedhur i popullit. Kjo nuk do të thotë se do kalojmë. Unë ideologjikisht i përkas qendrës së majt dhe derisa LSDM-ja i qëndron stoik kësaj ideologjie, ngelem në LSDM. Pra mbeteni aty ku jeni. Do ndaleshim tani tek çështja e grupit, që nga dita e kthimit të tij pati reagime të shumta si në opinion si nga partitë politike. A ishte i pritur kthimi i tij dhe çfarë flet për shtetin arratisja e një zyrtari të lartë shtetëror, një zëvendës kryeministri plot 14 muaj? Mendoj se flet shumë, edhe arratisja e tij flet shumë, edhe ardhja e tij flet shumë, sjellja e kësaj qeverie, do kisha thënë se kjo qeveri po dëshmon se nuk është e interesuar për të kriju shtet dhe funksionimin e mirëfill të shtetit, sundimin e ligjit e shef në prizmën e saj, dhe do kisha thënë se e dëshmoj edhe një herë, pse kemi thënë në 20 muajt e kaluar se janë zhbët të gjitha institucionet dhe është zhbët sistemi në këtë shtet, sepse edhe arratisja e tij ishte në një situatë shumë të paqartë, edhe ardhja e tij ishte shumë e paqartë. A që pa besueshëm është bërë sistemi i prokurorisë gjyqësore? Mendoj se nuk ekziston sistem në këtë vend. Çdo njeri thotë se ardhja e grupit është pazar politik. Domethënë, ne po e themi sepse ashtu duket për një qytetar të thjeshtë, edhe këtu nuk po e them si politikan, po e them që qytetar të thjeshtë, ardhja e tij dhe show mediatik, pritja në fakt në një pikë kufitare e gjithçka tjetër ishte vetëm një show mediatik, një PR i qeverisë aktuale. Si qytetar i thjesht nuk mund të besosh asnjë gjë tjetër. Për mua ajo që është e rëndësishme, këtu nuk po flas për zotrin grupin, po flas për çdo qoftë ish funksionar, për çdo funksionar të tanishëm, apo për çdo njeri i cili duhet të thirret në përgjegjësi individuale. Ne duhet të kemi parasysh se në një shtet normal duhet të kemi prezumimin e pafajësisë dhe të shohim që gjyqësore dhe prokuroria që duhet të ishin të pavarura, që po mundohen të tregojnë pavarësinë e tyre, ti lejnë të bëjnë punën e tyre, pa ndërhy
sepse fatkeqësisht filluam që të shohim se gjithë secili në këtë vend është ekspert për gjithçka. Ose të ky sistem nuk është se ka ndryshuar, zoti Byty, që edhe kur keni qenë në pushtet, edhe tani ankesa gjithmonë mosbesimi ka qenë njëjtë. Është e vërtetë. Po prandaj keni zgjedhje parlamentare ku ndryshohen sistemet. Qeveria aktuale erdhi me premtimin se gjërat do ndryshojnë. 20 muaj nuk janë në opozitë, janë në pozitë. Ne jemi në opozitë. Tani ne po themi atë që e kanë premtuar për 20 muaj ta realizojnë. Dhe këtu faji nuk mund të shihet tek opozita ose të qytetarët. Duhet të shihet kryesisht tek pozita dhe ata të cilët janë thirrur. Mendoj se me të vërtetë është çesharake, edhe unë kam qenë pjesë e ekzekutivit, që ministri të thret në përgjithësi një ministër tjetër ose të mundohet të bën ndonjë presion ndaj gjyqësorit. Prandaj po them, ne në këtë vend o do mësohemi se duhet të ketë përgjegjësi individuale të gjithëve, pa marrë parasysh se kush është në pozitë aktuale ose ka qenë. Ose njerëz që s'kan të bëjnë me pushtetin, por bëjnë atë çfarë është e dënueshme me ligjin, dhe mos të thirremi në petkun se ky është ai apo është ky. Dhe gjithë duhet të kemi një gjë parasysh, që prezumimi i pafajësisë duhet të jetë i shenjtë. Nuk mundemi të dënojmë njerëzit pa marrë parasysh se si e kanë emrin, se si duken. A mund të ndërlidhet kthimi i grupit me zhvillimet apo më mirë thënë me kontekstin politik, dorëzimi tek organet e rendit ndodh pas takimit të liderëve, në cilin mori pjesë edhe kreu i BDI-s Ali Ahmeti? Unë tani, si qytetari thjesht, do kisha thonë se mund të ketë ndërlidhje. Si politikan nuk do doja ta besoj, se gjithçka është çështje pazare në këtë vend. Historia na tregon se në fakt gjithçka është e negocueshme. Fatkeqësisht po e them, edhe atë që ne sot e ngrisim si dilemë, ja dhe Lidhja Social-Demokrate ka dilemat e saj dhe po kërkon përgjigje prej pushtetit aktual, jo heshtje siç po ndodh prej atyre që janë më të thirrur. Ju keni 3 ditë ku kryeministri nuk e komenton një gjë të tillë, kur kishte gojen plot pikërisht me thirrje se atje ka pas ose insinuime për krim të organizuar, korrupsion e tjerë, tani ke heshtje totale. Mendoj se ata duhet të dalin publikisht të thonë se çfarë ka ndodhur. Por unë mendoj se shumë shpejt koha do e dëshmon nëse ka pas pazar, negocim, ose s'ka pas, dhe çfarë qëndron prapa. Unë do isha më i lumtur që gjërat të kishin ndodhur në mënyrë të natyrshme, edhe që zotri grupi beson gjyqësorët, prandaj është kthy që të mbaron dhe të pastron ose të nxjerrë të vërtetën në shesh, kurse që qeveria do ishte i lumtur që qeveria të beson se gjyqësorët dhe prokuroria kanë kapacitet të jenë të pavarura dhe gjërat do bëhen ashtu siç do bën, pa marrë parasysh se po flasim për zotin grupin, mund të flasim për çdo njeri tjetër në vendin tonë. Pra LSDM vazhdon të këmbgul se kthimi i tij është marrëveshje VMRO BDI. Megjithatë nga VMRO DPMN-ja thonë se LSDM-ja është e friksuar se çfarë do të deklarojë grupi gjatë dhënies së dëshmisë së tij, madje shkuan edhe më lart duke thënë se zyrtarët të LSDM-s kanë telefonuar në prokurori për të pyetur se çfarë ka thënë grupi. Tani friksohet LSDM-ja? Jo, unë do kisha thënë është e çuditshme. VMRO DPMN nuk është organ hetimor. Dhe nëse VMRO DPMN ka gojën plot se prokuroria duhet të jetë e pavarur, atëherë si e dinë se dikush ka marrë në telefonat prokurorinë se prokuroria është organ i ndarë prej pushtetit ekzekutiv. Kjo dëshmon se pikërisht janë ata të cilët në mënyrë të orkestruar mundojnë të bëjnë trysni politike ndaj opozitës aktuale, edhe kjo është një lloj trysnie politike që ata mundohen ta bëjnë ndaj opozitës aktuale për të hequr zërin e opozitës. Prandaj çdo hap dhe çdo preskonferencë që po e bën VMRO-ja, qoftë për këtë rast ose për gjëra tjera në këto 20 muaj, unë i shoh vetëm si trysni politike të heshtjes së opozitës,
mos harrojmë, se ne si duket në opinion po I harrojmë shumë shpejt, është pikërisht kjo qeveri dhe kjo shumicë qeveritare e cila solli një rezolut në parlament me të cilin na mohoi të drejtën e të folurit si opozit para një muaji gjysmë dy, që realisht nuk është pa në demokracinë moderne në shtetet demokratike, posaçërisht në shtetet të cilët kanë aspirat apo të bëjë pjesë e Bashkimit Evropian. Ka ndodhur ndoshta vitet 40-ta kur kemi pas regjime të ndryshme. Prandaj po e them, VMRO-ja po e bën lojën e tyre të politik bërjes e bazuar në PR momental, me të cilin blen pra ju thoni që është PR I VMRO-s, jo se realisht ju jeni të friksuar, zoti Bytyqi si parti, sepse grupi dyshohet se shkelet ligjori bëri kur në pushtet ishte pikërisht LSDM-ja dhe BDI-ja. Domethënë, unë prapë po e them, ne deri sot nuk kemi pa akt akus as ndaj zotit grupi, por as ndaj funksionarëve të tjerë. Kemi pa një show të kësaj qeverie me proklamim të çështjeve parahetimore, të cilët nuk kanë një epilog. Prandaj mendoj se në kohën kur LSDM-ja ka bashkëqeveris me BDI-n, por edhe me partner tjerë të koalicionit, të cilët kanë hyrë dhe kanë dalë, kemi vënë më të mirë në atë moment që është desh për të bërë. Nëse dikush duhet të thirret për përgjegjësi individuale, mendoj se unë I qëndroj edhe jam konzistent në atë që gjithmonë e kam thënë. Përgjegjësia individuale nuk I ik asnjërit. Mendoj se përgjegjësi kolektive duhet të harrohet një herë për gjithmonë, dhe këtu nuk mund të thirret VMRO-ja ndaj LSDM-s apo frikës që dikush friksohet në LSDM për një gjë që mendoj se është larg për të pas një epilog të caktuar. Dua diskutojmë pak edhe për pagat, e përmenda edhe në fillim të intervistës. Ju propozuat projekt ligj për pagë minimale 600 euro, pushteti nuk e pranoi. Po ju pyes më shumë si ekonomist, a ka bazë reale ekonomike ky propozim, zoti Bytyqi? Si ka? Domethënë, e thash dje, po e them sot, do e them çdo ditë, e kam thënë edhe më parë. Pagë e dinjitetshme nuk është privilegj. Është detyrim I gjithë secilit, çdo punëdhënësi për t'ia paguar çdo punëmarrësi. Fatkeqësisht e sollëm situatën që të flasim nëse paga 400 euro ose paga 600 euro është pagë e dinjitetshme apo është më pagë e dinjitetshme. Dhe kjo është për të ardhur keq që kemi diskutime të tilla, po fatkeqësisht është VMRO-ja ajo e cila thjesht e ka synim që një gjë të tillë. Prandaj po them edhe si ekonomist, por edhe si dikush I cili ka negociuar më parë pagan minimale me sindikatet në Këshillin Socioekonomik në 4 vitet e kaluara, marrëveshjet bëhen në trues të rrumbullakët me 3 partner, është qeveria, sindikatet dhe punëdhënësit, dhe mendoj se gjendet mënyra se si të ketë të themi një situatë fitus. Gjitha palët kënaqura. Absolutisht. Punëmarrësit ose punonjësit të kenë paga më të dinjitetshme se sa kanë për momentin, kurse punëdhënësit janë më të kënaqur ose ta kenë barën më të vogël. Një kolegu im, zoti Mitrevski, dje bëri një komparacion. Nëse shihni buxhetin e 2026-s, kjo qeveri aktuale ka planifikuar të hyra nga tatimi mbi fitim rreth 420 milion euro, që presupozon se tatimi fitim është 10% në këtë vend, që fitimi neto, fitimi bruto në këtë vend, të pikërisht atyre që duhet paguajnë paga në sektorin publik do jetë 4.2 miliard euro. Në një ekonomi të brisht, siç është Maqedonia, 4.2 miliard janë rreth 30% mos gaboj e bruto prodhimit vendor. Prandaj mendoj se një pjesë e vogël mund të shkon në rritje të pagave që qytetarët tonë të ndjehen më të dinjitetshëm. Thoni që një pjesë e vogël mund të shkojë në rritjen e pagave, thoni që
ka bazë reale ekonomike për rritjen e pagave, po pse atëherë zoti Bytyqi nuk e propozuat kur ishit në pushtet pagën minimale 600 euro? Gjërat janë e para. Gjërat janë ndryshe, po flasim në vitin 2026. Në 2024 ne e lam pagën 22.300 dinar. Por jo 600 euro. Por e gjetëm në 8.000 dinar. Që është një rritje prej 200%. Dhe më thënë, 2 herë gjysmë pothuajse kemi pas rritje të pagës minimale. Prandaj ne po themi ku e gjen dhe ku e lën. Dhe që të jemi konzistent, në 2024 kishim zgjedhje parlamentare. Nëse shkoni dhe e shihni programin në zgjedhjet e fundit parlamentare të LSDM-s, me të cilëve edhe unë kam qenë pjesë aty krijuesve të programit, ne pikërisht themi që në 2026 deri në 2028 flasim për pagë minimale 600 euro dhe për pagë mesatare deri në përfundim të mandatit të qeverisë, nëse ne do udhëheqemi për 1.000 euro. Megjithatë premtim para zgjedhor. Po është konzistent, prandaj po i rrim konzistent asaj. Ne kemi zgjedhje të bëhemi të shurdhur dhe mos ndëgjojmë asnjë gjë, por nesër mendoj se do e kemi goxha të vështirë, siç e kemi, siç sektori privat e ka çdo ditë, të ketë fuqi punëtore. Dhe kjo do ndodh. Kemi edhe një zhvillim tjetër me pagat e zyrtarëve. A mendoni se mosrritja e pagave të zyrtarëve për diku mbi 200 euro, varësisht 10.000, 13.000 denar është një hap që kërkojnë ndjes krijon balancë mes pagave në vend dhe mbush buxhetin e shtetit. Absolutisht. Absolutisht jo. Është gënjeshtër e kulluar, është një po PR, është një PR i VMRO DPMN-s. Mendoj që kjo është pasojë e aventurës të cilën VMRO DPMN e filloi diku në 2022, kur avokati i tyre, i kësaj partie, pikërisht bëri një trysni ndaj gjykatës kushtetuese, gjykata kushtetuese solli një vendim me të cilin detyroi qeverinë atëherë që të harmonizon pagat në nivelin e 78%, që i bie 12 vite harmonizim të pagave në bazë të modelit të harmonizimit të pagave. Pra 78% ja faturoni VMRO-s, sepse ju ishit atëherë në pushtet. Absolutisht po, sepse ne kemi thënë dhe çdo pushtet e thotë që vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen dhe nuk mund të komentohen sepse është gjykatë kushtetuese. Ne edhe atëherë s'kishim mekanizëm tjetër për të bërë dhe ngrim pagat në nivel siç sot e propozoi VMRO DPMN për ta bërë. Domethënë as ka ulje, as ka pagat aktuale vetëm siç janë. Është gënjeshtër e kulluar. As ka ulje, as ka rritje. Absolutisht, prandaj buxheti nuk fiton asnjë gjë. Është gënjeshtër të thuash se tani 1200 funksioner nuk do marrin nga 200 euro dhe këto do shkojnë për çerdhe. Ne nuk do shohim as çerdhe, ne nuk do shohim as rrugë, as rrugica, as kanalizime, më shumë. Po do shohim zyrtar që nuk do t'i gëzohen 10-13 Jo, do shohim në fakt, jo, do shohim Hmm. zyrtar, siç po shohim në këto 20 muaj që as nuk shkojnë në vendet e tyre të punës, të cilët janë më së të kënaqur, dhe do shohim se si tani do bëjnë odisea dhe do flasim për aeroplana zyrtar të ri, do flasim për vetura të reja, do flasim për gjëra. Shkurt, zoti Bytyqi, pagat nuk rriten, shporta konsumatore gjithnjë më e shtrejtë po bëhet. Nevojitë ndërhyrje nga shteti për uljen e çmimeve apo masa të tjera qeveritare dhe shtetërore? Vetëm shkurt, ju lutem sepse jemi në fund. Qeveria në fakt ka 20 muaj që vonohet. Dhe mendoj se tani më është e vonuar, se dëshmoj se duke mos ndërmarrë masat, shporta konsumatore ka dalë jashtë kontrollit. Jeta e qytetarëve çdo ditë po bëhet më e varfër, më e vështirë. Parat të cilët ata i marrin po zhvlerësohen dhe me të njëjtat para një viti apo para 2 vite kanë mund të blejnë shumë më shumë se sa që sot mund të blejnë, dhe fatkesia është që nuk shohim masa konkrete, dhe kjo është vetëm pasojë e mos funksionimit dhe mos pasjes së kapacitetit për të. Pra thoni se pa masa do bëhet edhe më keq. Absolutisht po. Absolutisht po, se siç po e shohim, çdo muaj ju keni
rritje të shportës konsumatore prej minimum 15 euro në muaj, që në fakt është një goditje shumë e madhe për çdo një në këtë vend. Zoti Bytyshi, faleminderit shumë që sonte ishit në Alsat. Ju faleminderit edhe ju edhe një herë për ftesën.